Unë mendoj që të dy çunat nuk e kanë pritur që Eliona dalin në finale para tyre. Nuk e kanë konsideruar që Eliona mund të jetë më e fortë se ata deri të paktën në atë pikë lojës që ajo doli finaliste. Kanë menduar që kanë qenë vetë, sepse marrëdhënia e tyre ka nisur nga fillimi me Claudin me lëndrimin dhe Eliona është bashkangjitur. Dhe siç e tha dhe lëndrimi më çpar, tha që ne ja kemi rrit gjithmonë disponimin e Elionës. Dhe gjendja emocionale, po, është e vërtet, gjendja emocionale aty në lojë, sidomos në atë lojë, dhe mbështetja e aleatëve ose miqve, siç e quani ju, është një nga gjërat më të rëndësishme në atë lojë. Pikërisht. Kjo është arsyeja pse ato nuk e kanë pritur që Eliona të shkojë pak para tyre. Mendoj që nuk i ka ardhur mirë, nuk e shoh ashtu që Eliona mund të ketë marrë pak distancë, sepse ka parë një reagim, siç e tha dhe vetë, që jo shumë të pëlqyeshëm nga ana atyre që kjo shkoi në finale. Dhe kushdo që ti ishte normalisht do stepej pak dhe do merrte pak pauzë.